Për çdo 8 mars në formë mirënjohje, ne dhurojmë tufa të bukura me lule për njerëzit tanë më të shtrenjtë, sepse shënohet Dita Ndërkombëtare e Gruas, një ditë kushtuar respektit dhe vlerësimit për nënat dhe gratë tona. Në një ditë simbol, sikurse është dita e 8 marsit, veçanërisht dyqanet e luleve në Pogradec bëjnë të xhiron më të madhe ditore. Buqetat e freskëta dhe aromatike mbartin në vetvete qëllimin e respektit dhe mirënjohjes njerëzore. Mbi të gjitha kjo ditë shërben edhe për të nderuar rolin dhe kontributin e grave në familje, shoqëri dhe në të gjitha fushat e jetës. Me këtë rast, shumë njerëz u shprehin mirënjohje nënave dhe grave për sakrificën, përkushtimin dhe dashurinë e tyre pa kushte. Origjina e 8 marsit lidhet me lëvizjen e grave punëtore në fillim të shekullit të 20. Në atë kohë, shumë gra punonin kushte të vështira, me paga të ulta dhe pa të drejta të barabarta me burrat. Në vitin 1908, mira gra që punonin në industrinë e tekstilit në New York dolën në protesta duke kërkuar paga më të mira, orar më të shkurtër pune dhe të drejtën për të votuar. Këto protesta u konsideruan një moment i rëndësishëm për lëvizjen për të drejtat e grave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.